Pastor Martini humbet shanset për të marrë vendin e parë në klasifikim pas përsysh humbjen e rivalëve të tij. Po falshme për ne. Kjo të regojnë edhe herë që ekipi, çdo ekip sa do cilësit ketë, që se s'ka motivimin e duhur për para neshjes, nuk arrin me shprehat të fush. Fillu mirë, po atë me rastet tona, dikun për cilësi, dikun për egoizëm të prum, nuk arritëm shënonin. Ma ne fillum të u bëjë nervos, doshim me kërku golin mënyra që s'janë mënyra tona. Por duhet të thonë që është një neshjet më të këqija që kena bo. Të pakten me ndrysht duhet ishim më të qartë, sepse ke ishte neshjet që kapshin vetën e parë prap. Ishim atë ku kishim kënë gati pothuajse tonë kampionatin e pa falshme. Mendoni se ndikojnë për ndeshjet e ardhshme to 3 humbja radhës? Po, ndikojnë. Ana psikologjike është më e rëndësishme në këto momente. Po gjithsesi, janë edhe dy ndeshje deri në fund kampionatit, do t'i bëjmë mundona bëjmë maksimumin edhe të shohim final formë. Pak të nësit e vozat, s'ka në fahiq, nuk ka në fahiq, i kuptoj drejt, por thash, në qoftë se si e mobilizum 100%, ka që çdo kundërshtarit nuk ja del për me fitu ndeshjen, kështu që unë personalisht i kërkaj njes, edhe s'kam gjatë dhe me thonë, veç kena ndeshje të mërkurin, duhet të punojnë në anën psikologjike, sepse është me thonë drejtën është të rëndum në këta momente, por të shofim të jetin por. Dy sfida shumë të rëndësishme, në temi tepër të forta, Tirana dhe Flamurtari që luftojnë për mbijetesë. S'ka asnjë të lehtë, nuk ka asnjë të lehtë, nuk ka asnjë ndeshje që është e lehtë. Aq më tepër kur ti je 100% i gatshëm për me përballu një ndeshje ose në vlerëson një ndeshje që ne vlerësojmë ne sot. Ballzin atëherë çdo ndeshje është e vështirë, aq më tepër që si Tirana si Vlora janë pothuajse të njëjtat pozita. Bëhet e vështirë, po gjithsesi do bëjmë maksimum. Çfarë do ndryshojë në Final Four, profesor, sepse tashmë është dy ndeshje larg dhe nuk është shumë. Ne duhet të shohim ndeshjen që na vjen mërkurë në Final Four, është larg, duhet do të thonë këta 3 pikë për ne sa të ishin të arta, sa arritme me i marr. Dhe janë shumë të rëndësishme pikë, me formulën që është për gjysmërin pikë, duhet jesh të kapësh vendin e parë gjëna, prandaj them duhet të marrim këta ndeshje, më të shohim Final Four.